Mirëmëngjes. Sot do doja të flisni për turizmin. Mendimin tim shumë modest mbi turizmin. Pse vendosa kështu? Vendosa kështu sepse sapo zgjova ndeza televizorin, dëgjova një blok të madh, më goditi një blok i madh propagande për turizmin në Shqipëri. Sipas atij televizioni që kisha po ndiqja unë, vazhdojnë milionat e turistëve që vinë, biles krahasimisht këto muajt e parë sipas Instatit, ishin rritur edhe jo vetëm numrat e turistëve që vinë në Shqipëri, por edhe netët e fjetjes së tyre në Shqipëri. Pse një blok propagande? Është një blok propagande sepse ka një dallim të madh midis marketingut dhe propagandës. Marketingu bëhet që të shkojë klientëve, atyre që do vinë në Shqipëri dhe ata që duan të vinë në Shqipëri janë jashtë. Do të thotë që këtë marketing duhet ta bëjmë në vendet e tjera të botës, që ata ta shohin, të impresionohen nga marketingu jonë dhe të vinë në Shqipëri. Nëse bëhet brenda në Shqipëri, nga televizionet shqiptare, nga radiot shqiptare, nga gazetat shqiptare, është propagandë. Është propagandë sepse nuk ka asnjë kuptim të bëjnë marketing vetes, si shiko se neve kemi arritje të mëdha në turizëm. Kjo është propagandë e pastër. Turizmi është një nga çështjet më të rëndësishme sipas meje për të trajtuar, sepse është nga njëra një potencial i jashtëzakonshëm i vendit për të prodhuar një model ekonomik tjetër, jo vetëm për veten, jo vetëm për sektorin e turizmit, por edhe për të tërhequr pas vetes ekonomitë e tjera, si bujësia, shërbimet, industria e lehtë, agroushqimore, e shumë të tjera, e për mos u zgjat. Ndërtimtaria gjithashtu, e kështu me radhë. Por turizmi shqiptar gjendet në një kontradikt të madhe. Dhe prandaj nuk i jepet dot zgjidhje. Kontradikta e madhe është se nga njëra anë ose dy anët e peshores ose të barikadës së kësaj kontradikte qëndrojnë nevojat e kryeministrit për t'i thënë shqiptarëve që ne po bëjmë namin me miliona e miliona turistë, e kështu e ashtu, para pa fund po hynë, edhe ja ku po rregullohen gjërat, ja do po përmirësohen gjërat, dhe nga ana tjetër kemi nevojat e sektorit, të cilat janë të ndryshme. Sektori i turizmit shqiptar ka nevoja shumë të ndryshme nga propaganda. Sektori i turizmit shqiptar ka nevojë për atë që quhet turizmi elitar. Turizmi elitar, kam disa shifra këtu, është i tillë që ofron vetëm, megjithëse është vetëm 2% e turizmit total, ofron 22 deri në 36% të ardhurave në turizëm, në botë flas. Pra, po pse është domosdoshëm për Shqipërinë? Mirë që është i mirë në të rësinë e vet, turizmi elitar, po pse është i nevojshëm ose më saktë domosdoshëm, sepse këto janë brigjet tona. Megjithëse ne jemi një vend që kemi goxha brigje në raport Bregdet, vijë bregdetare, në raport me popullsinë, gjithsesi ne kemi një linjë, një vijë bregdetare që është diku te 400 e diçka kilometra linear. Një arsye e dytë është që edhe këtë 400 kilometra, më shumë se 400 kilometra linear Bregdet, ne kemi dëmtuar duke ndërtuar shtëpi të dyta dhe të treta për njerëzit, të cilat nuk mundet të futen ose të integrohen në atë që e quhet oferta akomoduese turistike. Sepse janë shtëpi, banesa, të paktën jo në atë lloj zhvillimi të turizmit që ne duhet t'i japim vendit. Unë këtë çështje kam trajtuar në vitin 2013, pra 12 vjet më përpara, në një shkrim të botuar në median e shkruar atëre, me titull sepse nuk mund të kemi turizëm jashtë planifikimit hapësinor. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që nëse ne vërtet duhet të ndërtojmë ose të zhvillojmë një industri turizmi, përse pari duhet të përcaktojmë kush janë, si thua, strategjitë tona, kush janë sektorët tonë ose komponentët formues të turizmit, të cilat jemi më të interesuar për të marrë, pra në filozofi njerëzit që merren me turizmin të përcaktojnë
Ministria përkatëse, por edhe agjentë tjerë në tregun e turizmit, të përcaktojnë strategjinë e zhvillimit të turizmit dhe pastaj i takon urbanizmit që këtë strategji ose kësaj strategjie këtyre politikave t'u japi kuptim gjeografik në dijen e tyre, në njohurit e tyre, në fushën e tyre të arsyetuarit, menduarit edhe në rastin konkret të projektuarit. Por çfarë ndodhi? Ndodhi që u dhan leje pafund, nisur që nga Velipoja për të ardhur deri tek Kepistillos, të leje të cilat në thelb ishin për ndërtimin e pallateve ose ndërtesave shumë familjare të banimit, ku mungon infrastruktura sociale dhe infrastruktura inxhinierike. Pra nuk mund quhen qytet ose qendra të banuara, por edhe nuk banohen nga njerëzit. Njerëzit i kanë ato si shtëpi të dyta ose të treta dhe i përdorin ato, le të themi, 2 javë, ja 1 muaj në vit, të ndara në weekende e kështu me radhë. Pjesë tjetër, investimi është i vdekur. Dhe ajo që unë propozoj atëherë tek ai shkrim ishte shumë i thjeshtë. Para ta bllokonin këtë, dhe të kuptonin që me të njëjtat para që u axhuan për ndërtuar pallate, që nuk funksionojnë, që janë shtëpi të dyta, ose funksionojnë 1 muaj në vit, pra nuk janë fare për sektorin e turizmit. Dhe në ato territore ku ne zhvilluam këto pallate, mund të ishin zhvilluar resorte të mirëfillta turistike, të cilat të synonin ato që kërkesa që do kishte industria e turizmit. Ata që ose ato politika që do kishte vendosur industria e turizmit bashkë me segmentin qeverisës që merret me turizëm. Edhe ky është problemi. Prandaj nuk mund të eci me turizmin. Dhe çfarë parashikoj unë, fatkeqësisht, jo vetëm atëherë nuk e dolëm të ndryshonin të mënyrë tonë të kuptuarit të gjës. Pra, të kishin vendosur që me ato para që ndërtuan pallate, ne do ishim, ne që kishim, unë s'kam, po ata që kanë, banesa 2 dhe 3, do ishin pronar me një përqindje të caktuar, në një kuotë të caktuar, në një hotel të caktuar. Dhe ata pashmangshmërisht mund të shkonin dhe vetë, mund të porosisnin që të shkonin të apartamentet ose të dhomat që ata kishin në pronësi, sa herë të donin, por në pjesën tjetër të kohës të shfrytëzoheshin për turizmin, për turistët e huaj. Humbëm atëherë, vazhdojmë të humbim edhe sot, sepse edhe sot e kësaj dite vazhdojnë ndërtohen pallate pafund, dhe kam frikë se do humbim në të ardhmen. Po pse do humbim në të ardhmen? Do humbim në të ardhmen, sepse ne nuk e kemi kuptuar thelbin e industrisë të turizmit. Ne vazhdojmë, edhe atje ku bëjmë marketing jashtë, ta shesim Shqipërinë si një vend të lirë. Një vend ku vihet edhe bëhet turizëm, po kaq, me çmime të ulta, kështu buremi ne, ka çmime të ulta. Mirë, po a janë dakord industria e turizmit sepse ka bërë investime, ose pra sa ajo është industri e turizmit. A janë dakord ata jo? Edhe ekonomia sapo e tham, vetëm 2% të gjithë turizmit në botë është turizëm elitar dhe ai në fakt sjell 22 deri në 36% të ardhurave, të gjithë të ardhurave, pra në një raport të tmeshëm. Dhe këtu ka dhe një keq tjetër. Ka një keq tjetër sepse turizmi ka edhe një formulë gjerësisht të njohur. Nëse një turist ikën i pakënaqur nga një vend ku ishte për turizëm, ai të largon dhe 8 të tjerë. Pra, nëse vjen dhe ngelet i pakënaqur, sikurse na vjen keq, por ky është realiteti, do ikin në vendin e vet, do u thot njerëzve që të mos shkojnë këtu. Pra, ky është raporti. Në të kundërt, nëse ata ngelen shumë të kënaqur, mund të sjellin edhe 3 turistë të rinj vitin tjetër ose në të njëjtin vit. Pra, ky është thelbi, ky është çelësi. Këtu duhet punojmë ne. Pra, duhet të kënaqen. Po si kënaqen? Kënaqet do një turizëm si turizmi shqiptar, ku ke 1 milion mungesa, vjen praktikisht për të vuajtur. Përtej kësaj është dhe një çështje tjetër. Çështja e se ne folëm për netet e fjetjeve dhe është e kuptueshme që është një numër shumë i ulët. Nëse Malizi pret 5 herë më pak turista në vit se sa ne, fiton 10 herë më shumë vetëm nga taksa e akomodimit, e fjetjes. Po të shtojmë këtu që gjithë ekonomia shqiptare, gjithë produktet që turistët konsumojnë në fakt çfarë janë? Janë produkte
që vijnë nga vendet e tyre. Ne nuk prodhojmë praktikisht asgjë. Edhe ato bujqësore, prodhimet bujqësore dhe ato prishen në fush. Pra vijnë dhe thjesht konsumojnë mallrat e tyre që prodhohen në vendet e tyre, të importuara nga tregtarë shqiptar dhe kaq. Prandaj ekonomia sot me turizmit, të cilës duhet të dalim me shpejtësi kundërt, është një ekonomi e cila quhet me deficit mjedisor, sepse ata vijnë me mallrat e tyre që konsumojnë mallrat e tyre, të cilat janë përgjithsisht të paketuara, sepse është një distancë e largët, nga perëndimi të vijnë mallrat të vinë të paketuara, me plastika, me paketime të ndryshme, të cilat çfarë janë ndotje për vendin tonë, prandaj quhet ekonomi ose sektor ekonomik deficitar në mjedis, sepse neve po shkatrojmë mjedisin që sot kënaqet në thelb vetëm kryeministri. Dhe sigurisht ata njerëzit që besojnë tek ai dhe kënaqen kur thonë që erdhën 12 milion, 15 milion, dhe këtu është thelbi. Fatkeqësisht, sa më pak turistë të vinë në Shqipëri, aq më mirë është. Të paktën nga ky lloj turizmi që ne kemi ofrojmë. Pse më mirë? Sepse dëmtojmë më pak. Nëse janë shumë, dëmtojmë më shumë. Gjithsesi dëmtojmë. Këtu nuk duhet folur fare për Tiranën, sepse ato qirat e larta në Tiranë nuk janë kot. S'po flas për tregun imobiliar të shitjeve, sepse ato janë për tjetër arsye dhe ne kemi sqaruar, do ta vazhdojmë ta sqarojmë edhe herë tjetër, por po flas për qirat e apartamenteve. Janë të shtrenjta sepse vinë të huaj, të cilat ndosin Tiranën, lën ca qindarka dhe ikin. Kjo është arsyeja pse unë jam kundër këtij modeli të turizmit në Shqipëri dhe ju lutem mendoni mbi këtë dhe bashkoheni qasjes time. Të bëjmë diçka që mos ta ndosim më shumë atë se sa i ndotur është. Të mos ta shkatrojmë mjedisin më shumë se sa i shkatruar është, sepse duhet t'ia trashëgojmë fëmijëve tanë. Unë jam shumë i qartë që ekonomia, por ekonomi mund bësh edhe duke hyrë gjithë pyjeve, ti presësh edhe ti shesësh jashtë, bën para. Por ngel pa pyje, kujdes. Ktu po e mbyll për sot, shumë faleminderit që patët durimin dhe më dëgjuat. Shihemi ndoshta nesër.